O Francesc, më thuaj mua ku gabova unë. Do më ftoj në Dubai. Më pruin Dubai për punë. Që ditën e parë ku kisha 80.000 veta live, më pruin Dubai. Më tha, do të bje në Dubai për punë, vetëm të ullë shkollë. Tani më thuaj mua ku bëra gabim una. Më ftovin në Dubai që ditën e parë, kur kisha 80.000 veta live. Erva këtu mendova do punoja. Më vaj një vurat, një orë që kushton mbase një shtëpi, mbase 2 shtëpia, mbase 3 shtëpia. Nuk e pranova dot, i thash duhet ta kthej, tha a vash, a e di me çfarë po flet. Çfarë këto kërconime? Terva të ka marrë vet poshtë pallatit, nuk më dole jashtë, më fan dhe punëtorët, më fan një brenda, ishe fsheu lart në pallat. Më kërconove për ça, se doja të ktheja vuratin që mbere. E ti më kërconove mua. Nuk kam frikën e lekut. Unë vetëm doja të ktheja vuratin që më ve, doja ta ktheja mbrapsht. Ti më kërconove mua avash, a e di me çim po flet, o guç. Nuk bëra në një gjë gabim. Mu kundërshtua të tërë këtu në Dubai, kundra për ça? Ça ju bëra gabim? Erva vet ka marrë vut, kam kthyer orën. Që frikë të dilje poshtë e pallati jot, edhe punëtorët e tu më fan që ishe brenda. Ma shkrues, keni vjedh poplin me leke, me crowdfunding, hajtuta. Ishte ato xhamat kauçuk. Kauçuku ishte kaq që nuk fyesh dot xhami. Nuk dinim ne që është fynim xhamat kur ishim 15 vjeç. Kjo ishte diçka më vonë, mësuam që është i fynim xhamat e burgjeve pastaj. Rrinim ne tani, unë shikoja i menin mbështesja kokën këshu se isha në depresion, vëllëm. Kishte kap depresioni që 15 vjeç mendoja do haja 15 vjet burg nga unë, 5 vjet se mbrojta imanin se e shajti dikush maman e imanit. Po aq shumë doja ta rrifja imanin, aq shumë e doja. Kanë afruar producenta në Angli që duan të bëjmë në një diçka. Po a mendon ta pranoj këtu në Shqipëri apo ta pranoj në Angli? A mendon se do më shkonte rol në film?